Ofrimi i një ambienti pune të sigurt është thelbësor për punëmarrësit. Kjo nisur dhe nga fakti që numri i aksidenteve në punë në Korçë ka pësuar rritje. Ndaj është e rëndësishme që të respektohen disa rregulla e të merren parasysh disa faktorë. Është përgjegjësia dhe detyrim ligjor i punëdhënësit që të hartojë dokumentin e vlerësimit të riskut. Është një dokument në të cilën punëdhënësi ka listuar të gjitha vendet e punës në subjektin e vet, shkallën e rrezikshmërisë që paraqit secili vend pune dhe cilat janë masat me karakter teknik, organizativ, higjieno-sanitar që duhet marrë punëdhënësi që aksidentet jenë sa më të minimizuara. Është detyrë po e punëdhënësit që këtë dokument ja bëj prezent punëmarrësve nëpërmjet një proces verbali dhe të nënshkruajnë për tyre. Është po detyrimi i punëdhënësit të hartojë rregullat e sigurimit teknik, të cilat janë të domosdoshme që punëmarrësi të njihet me to që në momentin që të fillon punën në një subjekt. Dhe ky instruktim teknik bëhet në mënyrë periodike, në çdo 3 muaj, në çdo 1 muaj, ka raste që bëhet dhe çdo javë. Pëllumbi thosë se janë disa masa që mund të merren për reduktimin e aksidenteve në punë. Çdo subjekt duhet të ketë të punësuar mjekun, i cili duhet të bëjë vizita periodike dhe të mos punësoj asnjë punëmarrës në momentin e parë pa marrë raportin e aftësisë në punë që merret tek mjeku i qendrës shëndetësore në zonën ku ai banon. Po kështu duhet bëjë në mënyrë të vazhdueshme informimin e punëmarrësve, si dhe mbledhjet e Këshillit të Sigurisë që duhet jenë në mënyrë ligji parashikon jo më pak se 4 herë në vit. Pëllumbi thosë se megjithatë ka një ndërgjegjësim si nga ana e punëmarrësve, ashtu dhe punëdhënësve për zbatimin me rigorozitet të masave të marra në subjekt, por dhe tolerancë zero nga ana e trupës inspektuese të Inspektoriatit Shtetëror të Punës për çdo rast abuziv.